Të nderuar vëllezër të pranishëm, paqja, shpëtimi dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë ditë xumë, si gjithherë, dhe çdo herë lutim Allahun fuqiplot që neve Zoti na ka planë me mëshirën e Tij, me udhëzimin e Tij, me të mirat e Tij, Allahumma amin. Po ashtu lutim Allahun fuqiplot që të gjithë smurit tonë, familjar, shok, dashamir, tafëm që i njohim dhe që nuk i njohim, inshallah Zoti këtë ditë xumë i shëron dhe smundjet, të lashet, problemet ja largon, Allahumma amin. Po ashtu në këtë ditë xumë nuk harrojmë lut edhe për vëllezërit dhe motrat tona, të cilët kanë kaluar në botën tjetër, që Zoti t'i mëshiron, Allahumma amin. Njëtën kohë lutja jonë këtë ditë xumë, këtë fillim dersit shkon për vëllezërit dhe motrat tona, kudo në botë qofshin që janë në flakën e luftës, janë duke vujt, janë duke u ushtru dhunë dhe mizerin ndaj tyre, inshallah Zoti ju ndihmon dhe zullumçartë, inshallah Zotin mes veti që kanë thorë plesht helaqë dhe i shkatran, Allahumma amin. Vëllezër besimtarë, falja dhe lutja, namazet dhe lutja, janë prej faktorëve të asaj qetësi shpirtërore që disa javë që jemi duke folë. Pse besimtarit i takon qetësia shpirtërore? Sepse besimtari falet edhe lutet. Sot do të flasim për dy elemente. Elementi i parë pra falja dhe lutja, e pastaj do ta shohim, do të flasim nëse na mbetet kohë edhe për një element tjetër, e që kemi për qëllim, kemi thonë si fakte, si argumente, që ai që beson fuqishëm, bindshëm, i takon qetësia shpirtërore, rahatia shpirtërore. Pra njëri prej faktorëve të qetësisë shpirtërore, nga e cila janë të privuar, janë të privuar materialistët, ata cilët nuk besojnë, janë lutjet ditore që ne i themi namazet ditor 5 kohë dhe lutja doaja drejtuar Allahut të xhelle shanu. Nëse analizojmë namazën si lutjet ditore, 5 herë në ditë, kohë caktuar, e shohim se ka një efekt dhe një ndikim jashtëzakonisht madh që njeriu shpirtërisht më kënaqet dhe më ka një qetë dhe më ka një lumtur. Sado që njeriu gjatë ditës mund të ketë angazhime të shumta, mund të ketë të lashet shumta, mund të ketë ngarkesa të shumta. Kur njeriu merr abdes dhe fillon namazin, njërin prej namazeve ditore, e shes sikur një pjesë e madhe e asaj ngarkesës, e atij prekupimit, e atij stresit është largu sikur një barë rand ju ka hiq prej trupit tij. Kush e ka këtë ndikim? Këtë ndikim e ka lutja. Prandaj fuqia shpirtërore dhe qetësia janë padyshim të fuqishme kur robi është i lidhur me Allahun xhelle shanu. Allahu xhelle shanu në Kur'an i është drejtu pejgamberit ton Muhammedit a.s. Pastaj është drejtu edhe gjithë neve me fjalën wasta'inu bis-sabri was-salah. Kërkoni ndihmën e Allahut nëpërmjet durimit edhe nëpërmjet faljes namazit. Wasta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'a sabirin. Kërkoni ndihmën e Allahut nëpërmjet kuj? Nëpërmjet namazit edhe lutjes edhe durimit të Allahut. Sepse Allahu është me ata të cilët janë njerëz durueshëm. Vetëm këtë ajet Kur'anit nëse analizojmë, e gjojmë se ndihma dhe përkraja e Zotit, qetësia shpirtërore vjen për një ushqimit shpirtëror e i cili e ka efektin kur mirret 5 herë në ditje, jo 2 herë dhe 3 herë në ditje, po 5 herë në ditje. Ajo ka emrin namaz. Wasta'inu, kërkoni ndihmën e Zotit. Kur kemi nevojë na për ndihmën e Zotit? Hajde më thuni. A kur jemi vetëm kur kemi të lasha dhe probleme, apo në kushte normale, në çdo situatë? Për me pas efekt namazi, për me pas efekt lutja, aja do të mu bo kur njeris është shnosh e mirë, kur është qetë, kur s'ka probleme, kur s'ka të lashe, kur ka kushtet mirë, ka një lloj mirëqenie,
Që atëherë kur bëhet lutja, aja lutje ndihmon edhe kur je në vështirësi. Po edhe kur është njeriu direkt, sepse njeriu çdo herë ka nevojë për Allahun. Mos mendon dikush se kur është mirë me shëndet, kur është mirë me tarna, kur është mirë me familje, ai nuk ka nevojë për Zotin. Ai ka nevojë për Zotin edhe atëherë. Nevoja për Zotin është pjesë e jetës njerit. Allah në Koran ka tregu, pa marrë parasysh çfarë gjendje keni nevojë për Allahun. Për sa Zoti në Koran ka thënë, kërkoni ndihmën e Allahut nëpërmjet durimit dhe nëpërmjet namazit. Allahu është me njerëzit e durueshëm. Pse është përdor shpreha kërkoni ndihmën e Zotit nëpërmjet durimit mas pari, e pastaj nëpërmjet namazit, e pastaj është përmbyll Allahu është me durimtarët. Këto është një filozofi shumë e rëndësishme. Është një sekret i madh. Sikur Zoti don më na thonë. Për më fal, me arsat me fal xhumon do të më pas sabër. Për më kryer obligimet ditore namazën do të më pas sabër. Edhe për më ngrit durt lutjet, më lut Zotit do të më koni durueshëm. Pra hapi i parë është durimi. E pastaj vin tjerat. Pse Zoti po e përmbyll, Allahu është me durimtarët, sepse Zoti po do më na tregu për me pas mundësi njeriu me bë namazin, për me pas mundësi njeriu me bë lutjen, pra që llogaritet si faktor, siç tham, faktori kryesor për qetësinë shpirtërore, njeriu duhet me qenë i durueshëm. E Zoti është afër durimtarëve apo ndryshe është me durimtarët. Pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam në një prej thonjeve të tij shpesh herë është transmetuar, i ka thënë Bilalit, a dini kush ka qenë Bilali? Bilali ka qenë një prej muezinave të pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam. Shpesh i ka thënë pejgamberi, o Bilal, qetësona me ezan që para lajmërim për namaz. Pra ka koha me thirrë ezanin, thirrë ezanin të qetësohemi. Pra përmendjen e Zotit që ezani është përmendje e Zotit. Është adhurim ndaj Zotit. Pejgamberi ka llogaritë si qetësim të shpirtit. E keni vrejt ditën e xumës. Nashta ton javën keni stres, keni angazhim me punën, nashta planet ashtu që keni planifikuar nuk ju shkojnë. Dikush ka ndonjë sprove, dikush ndoshta ka një gëzim të madh, dikush anë e rëndësishme java kur vjen njëri ditën e xumës, një pjesë e madhe nga ngarkesës lirohet. Edhe pse? Se shpirti u kënaq. E kur të kënaqet shpirti, trupi nuk i ndjen as dhimbje, as lodhje. Përsa ta kanë thonë, njeriu mund të jetë ndoshta i pushun fizikisht, po kur është shpirtnisht i lodhur, s'ka rahati për ta. Ama e kundërta, njeriu mund të jetë fizikisht i lodhur, shumë i ngarkuar. Mirë, po kur shpirtnisht është i çlodhur, atëherë ajo është i çlodhur i tërë. Pejgamberi alayhis salam shpesh kështu është deklaruar. Qetësia, ka thonë pejgamberi, qetësia, kënaqësia e syrit tim është kur jam namaz. Pra kur jam namaz, më kënaqet edhe syri, edhe zemra, edhe shpirti, edhe keqenja. Vetëm pyetja që do të më bëna, sa jemi të përqendruar namaz. Qetësia shpirtërore apo ndikimi i lutjes në përgjithësi, na i thënë namazit, arabisht i thënë salat, turqisht namaz, sunane ose lutja ditore. Po këto nuk do të më kuptojnë se lutja për cilën po flas sonë e kam për qëllim vetëm namazet të ne musliman. Kjo është natyrisht tema jon, po ne përgjithësi tash do më fol, një dy fjali. Përgjithësi lutja është vërtetuar edhe tek fe të tjera, ata që janë merr me ndikimin e lutjes. Edhe të besimet tjera e kanë pranuar, ata që i përkasin besimet tjera, se kur e bojnë lutjen edhe në formën e tyre që e bojnë, pa dashur me diskutues se cila është lutja adekuate, na e dim si muslimanë se lutja adekuate të cilën Zoti është namazit, që na e bojnë na 15 ditje. Po në përgjithësi lutja e gjojmë që edhe tek autorët jo musliman kur kanë shkruar për këtë temë, për qetësinë shpirtërore, njëri prej tyre, Carnegie, shumë i njohur, ka shumë libra të mira në aspektin psikologjik. Ai një prej librave të tij e përmend ndikimin e lutjes në qetësinë shpirtërore. Në mesin e shkrimeve të tij e përmend se diçka e domosdoshme për qetësinë shpirtërore është lutja. Jo rastësisht pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wasalam lutjen, namazin,
edhe në kuptimin e namazit ditor, po edhe në kuptimin e duas që i themi ne, ka qenë pjesë e jetës të pejgamberit tonë Muhammedit a.s. E dini përveç 5 kohëve namaz, pejgamberi ka falë edhe namazin e natës rregullisht për shkak të misionit të rëndë që ka pas. Amanetin e Zotit me përcjell tek njerëzit nuk është lehtë. Ati është dashur me pas shumë ushqim shpirtëror, shumë energji, sepse ka mu përballë me lloj sfidën popull. E për me mujt me përballu që mos me lo rrugën gjyst, ose mos me dal prej porosisë Zotit, atëra ajo dashur me ushqy edhe natën edhe ditën me namaz e me dua, me lutje, me istikfar, në mënyrë që amanetin e Zotit me përcjell në formën më të mirë të mundshme. Wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsha. Falë namazin, se namazit largon nga punë të këqija dhe të neveritura. Çka ja mërmenja? Pse ka njerëzit probleme shpirtërore ose pakënaqësi? Një pjesë e tyre vinë si rezultati i gjunohit, mëkate. Gjunohi, mëkati bëhet shkak që shumë njerëz me hub qetësinë shpirtërore, që mos me shiu tani ndoshta as namazin për shkak të këqija. E si lloj preventive, Allahu po thot, falë namazin se namazi të largon prej punëve të këqija. Po kur e falë na namazin, na çka bojna? E keqja nuk ka vend tek ne. Kur zbojmë të këqija mëkate, atëherë jemi macet. A mundet dikush me flajt rahat nëse dikuj ka bo pa drejt? Nëse dikush e din me vetdije që dikuj ka bo keq, a mundet me bo gjumin rahat? A mundet me bo gjumin rahat në zullumçar? Nuk po flasëm për diçka tjetër, gjumin. Çish mundet me koni qenë në shpirt dikush që natë do të myt gra, fëmijë, burra, veç që ka mundsi. Hajt ka zëmni unë. Çish mundet me kon? Pra, qetësia shpirtërore i takon kujt besimtarit. E një prej faktorëve që i ndihmon këtë qetësi shpirtërore është falja ditore apo namazit ditor, edhe lutja drejtuar Allahut të xhalleshanu. Pse duhet më falë edhe më lut? Disa arsye. Njëra prej arsyeve, para se me thonë që është obligim i Zotit, që na ka bërë Zoti obligim, ato e dim. Po jam të folën kuptimin që pak me hi në lutje. Por është lutja të bën ndihesh më i sigurt, më i qetë nga preokupimet e vetvetes. Çdo njeri ka preokupime. Çdo njeri ka derë të gojle. Mirë, po kur njeri bën namaz, i lutet Zotit, namazi, lutja bëhet shkak që ti mu shliru, me kom më i sigurt prej aty në preokupime. Nuk do të thonë se s'kemë pas preokupime, kemë pas edhe të ardhmen. Mirë, po je menaxher më i mirë i tyre. E dytja, lutja, kur ti bën namaz lutje, kjo është lidhje me Zotin. Kjo të bën ti që mund ndje se nuk je i vetëm në zgjidhjen e shqetësimeve dhe problemeve që i ki dikant që të ndihmon. Çka ka thënë Allahu në Kur'an? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kush i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Pse lutja? Sepse lutja të bën që ti mos mundi vet. Kur vet? Po që ki dikant që të ndihmon. Se ju ke mbështet atij të madhet. Ju ke mbështet Allahut xhaleshanu. Lutja, namazi e rrit vullnetin për punë. Jep njeriu të forcë, është një lloj energjie. Sikur për çata ka mbet 5 herë në ditë në orare të ndryshme. Me kryer një obligim të vogël, që ka emrin namaz. Secili namaz edhe shkarkohesh ato që është negative edhe mbushesh energji, forcë, edhe punës migra më shumë, më mirë, në formën më të kompletune. Pra e rrit vullnetin e njerit. Edhe njeriu sepse edhe realisht e rrit edhe besimin e njerit. Sepse kur njeriu nuk ka besim në vetvete, atëherë njeriu nuk mund të më bëjë kurrë. Kur fa rezultate nuk pritet prej tij. Kur njeriu e njeh veten, i beson vetes, atëherë njeriu e ka besimin më të fortë edhe në Allahun xhaleshanu. Shembulli më i mirë për neve, është shembulli i pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam. Unë do t'i lexoj ja 2 lutje që i ka bëu pejgamberi alayhis salam,
do të mundona tekstualisht sepse ndoshta kur e përkthej direkt ka mundësi mik diçka. Amo e lutje jashtëzakonshme që pejgamberi shpesh herë ka bën. Kur ka njëri shqetësim, kur ka njëri telashe, kur ka njëri probleme, kur ka njëri borxhe, pejgamberi na ka mësuar këtë lutje. Shoni që ka thonë pejgamberi, o Allah, e shlut me cilën emër, o Allah, me emrin më të madh të Zotit. O Allah, Zoti shtatëqie. Jo 1, 2, 3, pse kur përmendën shtatëqia, di çfarë tregon? Madhërinë e Zotit. A kemi mundësina me pa Zotin? Jo. Gjithçka që ka në kozmos është argument që Zoti ekziston. E pejgamberi që shpjanis lutjes, o Allah, o Zoti shtatëqie, Zoti i arshit madhështor, fronit Zotit, Zoti ynë dhe i çdo gjëje. Ti ai që e çon farën dhe bërthamen. Ti që ke shpallur Tevratin, Injilin dhe Kur'anin. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e çdo krijese, sepse ti ke ato nën kontroll. Ti je i pari, më i larti. Asgjë nuk është përmbi ty. Dhe ti je më i afërti. Asgjë nuk është më afër se ti. Më ndihmo ta shlyj borxhin dhe më ruaj nga varfëria. Këtë lutje pejgamberi shpesh herë ka bën. Sepse nga njerë nuk ne kuptona varfënin apo borxhin vetëm kuptimin material. Ne kemi borxhe të Zotit, obligime ndaj Zotit. Obligime tjera që nuk janë materiale. Varfënia varfënia më e madhe është kur njeriu s'është i lidhur me Zotin. Kur si bjen Zotit në sejdë, kur s'ka diçka në gjoksin e tij prej fjalës së Zotit, prej Kuranit, kur s'e shfleton fjalën e Allahut. Por kjo është varfëni. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wasalam Zotin e ka lutur në këtë formë për me tregu pejgamberi sikur do më na tregon neve rëndësia e lutjes. Pejgamberi kur e vizitoi Taifin, pejgamberi e pashën Mekë nuk po i besojnë. Tha po shkoj te populli i Taifit, ndoshta ata unë besojnë. Edhe e transferojnë me atë vendin e thirrjes prej Mekës ku në Taif. Çdo mundësi pejgamberi e shfrytëzonte. Kur shkojnë Taif, ata ishin përgatitur keq. 2 rreshta e kishin bërë fëmijët e tyre, me ndjelet e tyre, njerëzit që kishin me tmeta, me gur me gjuhë profetin Muhammedin alayhis salam. Jo me prit me gur. Atë shumë e ke shtrajtuar pejgamberin saqë prej këmbëve të tij edhe pi trupit të tij ka rrjedh gjak. Në atë moment, a dini histori nuk do të hin detaja, po është një lutje që pejgamberi ka bën, që thënë me ashk, me zemër, me shpirt, me këtë qenjen. Këtë lutje që ka bën pejgamberi ka thënë Allah, te ti e paraqes dobësinë time, pamundësinë dhe pafuqinë time mbi njerëzit. Pastaj tha, o ti që je me i mëshirshmi i mëshiruesve, ti je Zoti i dobëve dhe i të pambrojtur, ti je Zoti im. Pejgamberi e ka shiju lutjen. Jo thjesht me ngrit durt edhe nuk kur e çka u lutet nuk e di. Ose durt këtu thua amin, por nuk e din çka pse po thua amin. Pranu o Zot, po për çka më pranu? Se din. Sepse nuk ka qenë prezent zemra dhe mendja. Prandaj lutja për me ndikun qetësinë shpirtërore, do të më bën me zemër, do të më bën me shpirt. Elementi i dytë që po mundona me përmend, shumë shkurtimisht, pa u zgjenu shumë inshallah, është elementi që ka të bëjë me atë që njihet si a keni po shpesh kur të na ndodh neve diçka, shumë prej neve ndoshta thënë sikur t'ja kisha bën kështu, i shkon ndryshe. Pra jeton me ndërmjet nëse edhe sikur. Muslimani besimtari nuk jeton ndërmjet nëse dhe sikur. Sepse ai është i bindur në caktimin e Allahut xhaleshanu. Kush është i bindur në caktimin e Allahut xhaleshanu? Besimtari musliman. Pra besimtari musliman nuk jeton kur i ndodh diçka i thot ka qenë caktimi i Allahut. Qysh do që ja kisha bën ndryshe nuk është mujt me ndodh vetë çysh ka ndodhur. Ky është realitet. Sepse e dini që akoma parë në këtë botë fati jon, caktimi jon, kaderi i Zotit e shkruan levhin mahfuz. Prandaj një prej faktorëve ndikues dhe më shqetësues
cilën e bëjnë njeriu me humbë realisht qetësinë shpirtërore, sigurinë dhe prehjen, janë kur njeriu merret shumë me të shkuarën, keqardhja për të shkuarën, pakënaqësia ndaj të sotmes, edhe realisht frika për të ardhmen. Që të tri gjona e bëjnë njërin me ra për toke. S'ka qetësi shpirtërore. Kur njeriu vun çdo ditë, veç që me jetu tashmen, e përmend të kaluarën. Se kum bo këto, sikur të kisha bo këto, nuk im ko kërka, ku ta di unë, fillon me vajtu. U shkuaja, u mbyll. Aja është kapitull i mbyllur. Sepse e shkuara më marr shumë me të shkuarën, aja realisht veç i shton problemet e njëri. Shumë njerëz janë të pakënaqur me tashmen. Gjithçka në kohën, i pakënaqur. Nuk e jeton tashmen, po e vajton një farforme, i shpreh atë pakënaqësitë. Dhe frika për të ardhmen, shumë njerëz s'kan qetësi shpirtërore, sepse mendja aty është çka do të bëhet nesër, çka do të bëhet pas nesër, pas 10 vjetë, pas 20 vjetë, pas 30 vjetë. Kjo është gabim. Muslimani do të më jetu të satshmen. Natyrisht, një muslimani nxjerr mësime prej të kaluarës. Pendohet për gabimet e kaluara, por nuk është pengë të kaluarës. E jeton të satshmen sikur është e nesërme, dhe sikur është e ardhme. E jeton të satshmen sikur është fundi. Ditën e sotit të llogarit ditë vetën. Natyrisht kjo nuk e mohon me planifiku për të ardhmen. Por jo tash gjithçka as të kalunën, e as tashmen, po as të ardhmen. Sepse jeton sikur në hulaj. Muslimani besimtari i sinqert nuk pyet shumë sikur nëse ai ka e din rolin e vet, dhe kur ndodh diçka për te mundësive ti, ai i mbështetet Allahu xhaleshano. Poeti ka thonë një fjalë shumë të mirë, ka thonë, sikur po vallë çfarë vlere ka kjo fjalë, kur me sikur nga balta askush nuk mund të dalë. Prandaj sot dëgjojnë edhe mjekët, edhe psikologët, edhe njerëzit e punës, edhe këshillues, edhe edukatorët, edhe profesionisht në fusha ndryshme, thonë që njeriu duhet me harru dhimbjet e së djeshmes dhe duhet me jetu me të sotmen, dhe sepse e shkuara nuk kthehet më. Aja që iku nuk kthehet më, tashme ki urën që ti po jeton. Pra poeti po do më na tregu neve përmes vargit poetik se aja që u shku nuk kthehet, pra njeriu duhet me jetu momentin. Por që ata, pejgamberi sa çdo herë ka synu, ka motivu, ka nxit sot, dita e sotit me konë me e mirë, se dita e nesërme. Ati që 2 ditë ju barazohen, njëjtë, është në humbje, ka thonë pejgamberi, në humbje të sigurt. Nëse dita e djeshit edhe sotit bëhen njëjtë, jenë humbje të sigurt, se jetu shku me minusi. Çdo herë dita e sotit do të më mundu, mi allon një element, diçka me qenë me e mirë se e djeshit. Pra, fokusi jonë ku do të me qenë? Fokusi jonë do të me qenë të tashmja. Qka tash e tutje, jo qka dje, ose qka nesër. Të bë planet mira, amo sot. Shumë njerëz merren me planet e ardhshme, e se harrojnë detyrën e sotit. Ose, si thash më herët, e vajtojnë të kaluarën, edhe mbesin peng të kaluarës. Pra, dobësia e shumicës njerëzve sot është se nuk kanë siguri, nuk kanë qetësi shpirtërore, sepse nuk e kuptojnë se shumë gjëra në këtë botë Allahu i ka caktuar. Dhe pjesë e besimit tonë si musliman është me besu në caktimin dhe vendimin e Zotit. Por jo me arsitu gjënohet dhe me katët tona me kaderin e Zotit. Jo asësi, ne e lloj mundin angazhimin. Mirë, po pas mundit angazhimit, çaj rezultat që vjen, duhet më mbështet Allahu xhaleshano. Fjala dhe urdhën e Allahut tashme kanë kaluar, largoj sikur, shprehjet sikur, nga vetja nëse dënë me kanë i shpëtuar. Shejtani dënë me ban njerin të pasigurt, dënë me jahub besimin njerit, dhe dënë me shkaktu njeriu një krizë më të madhe se son krizën cilën është. Prandaj të nderuar vëllezër, të pas parasysh që vetëm gati minutat i kalum, Allahu xhaleshanuhu shumë ajete kuranore, edhe pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam na kanë treguar se
për me kanë njeriu i qetë, me pas qetësinë shpirtërore, përveç që do të me bo namaz, përveç që do të me bo lutje, ai duhet me pajtu me caktimin dhe vendimin e Allahut. Çfarë do e keqe që ndodh, nuk mund të jetë ndryshe vetëm sipas caktimit të Allahut. E kush i beson Allahut, ai ja udhëzon zemrën e tij, Allahu është i gjithdijshëm për çdo send. Pra, besimin, caktimin dhe vendimin e Zotit është jetik për neve muslimanëve, sepse na fuqizon, na bën më të fortë, edhe na mundson, na bën neve që mos më udhëzu situata të vështira, po me pajtu me caktimin dhe vendimin e Zotit, po ato ku kemi mundësi me dhënë angazhimin ton, përkundrazi kaderi i Zotit neve na nxjerr dhe na fton. Zoti na i fal gabimet, lëshimet, na i pranoft ibadetet, adhurimet, na bëj prej atyre ato që flasim e veprojmë.